Sot mbushen 15 vite nga bombardimet e forcave ajrore të NATO-s kundër shenjestrave serbe në Kosovë dhe Serbi. Sulmet nisën pas dështimit të bisedimeve paqësore në Rambuje dhe u bën me urdhër të ish sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Javier Solana. Pas 78 ditësh të sulmeve, bombardimet janë ndërprerë më 10 qershor të vitit 1999 me miratimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Një ditë më herët u nënshkrua marrëveshja teknike e Kumanovës, e cila parashikonte të tërheqjen e të gjitha forcave serbe nga Kosova dhe hyrjen e trupave ndërkombëtare të NATO-s në Kosovë. Në Kosovë, në kuadër të KFOR-it u vendosën 37.200 ushtarë nga 36 vende, nga të cilët 30.000 ishin nga vendet e NATO-s. 15 vite pas bombardimeve, ndonse me një numër shumë të vogël, forcat paqëruajtëse të NATO-s vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë. Ky përvjetor e gjen Kosovën më afër se kur aleancës ushtarake perëndimore. Zyrtarët amerikanë deklarojnë se mbështesin afrimin e Kosovës në partneritetin dhe më pas antarësimin e saj në aleancë. Qeveria amerikane mbështet me forcë objektivin e Kosovës për të hyrë në partneritetin për paqe dhe më pas në NATO. Ne kemi punuar intensivisht për të ndihmuar Kosovën të kryejë reformat e duhura për të plotësuar këto kritere, deklaroi para anëtarëve të Kongresit në fillim të marsit, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Yi. Ligjvënës amerikan mendojnë gjithashtu se si përgjigje më e mirë ndaj aneksimit të Krimes nga Rusia, duhet të jetë përshpejtimi i hapave të afrimit dhe antarësimit me NATO-n të vendeve që janë të rrezikuara nga hegemonia ruse. Antarësimi i Kosovës me aleancën perëndimore është garancia më e fortë, afatgjat e lirisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të saj.